Përshëndetje miq, sot do ta gatuaj një orez të zi. Orez i familjes i cili quhet venere dhe është një ndër orizat që ka më shumti vlera ushqyese, domethënë më tepër se ai integral dhe më i pasur me vitamina dhe minerale, domethënë dhe përmban proteina. Kështu që nëse doni të përzgjedhni atë më të shëndetshëm, orizin e zi. Mirë po, sot do ta keni një verzion të orizit të zi, i cili është i zier, është i gatshëm, vetëm 2 minuta i duhet zirje, domethënë pas pikës së blimit. Kështu që në një anë gatuani atë me çfarë doni ta gatuani dhe në anën tjetër orizi është veç gati. Është një nga recetat më të shitura në restoranin tim, kështu që pak a shumë po e ndaj me ju. Unë sot po e gatuaj me pulë dhe do të shtoj vetëm hudhër. Për të gjithë ju që keni shije edhe kaqepa, mund t'i shtoni patjetër ose ndonjë erës tjetër. Mirë po, këto të trija, aq mirë përshtaten, saqë nuk do ta ngarkoj diçka më tepër. Vetëm në fund fare një kock gjalp, që t'ja jepa teksturën kremoze ashtu siç duhet jetë risotto. Për ndryshe, risotto është vetë recetë italiane e cila duhet jetë kremoze. Domethënë, sa më shumë orizi që të përmbajnë shese, ajo bëhet më kremoze, jo të ndohet kokër më kokër. Atëherë po filloj se këtu ena veç më është ngrohur. Po filloj me pulën, duke ndarë në pjesë kështu të vogla. Për ndryshe, nëse nuk e keni këtë orizin e zi të zier, atëherë në momentin kur skuqet pula, e shtoni edhe orizin, edhe orizi që të përthith pak yndyr, dhe pastaj i shtoni gradualisht ujë, domethënë tu zi, tu i shtu ujë, tu zi, tu i shtu ujë, dhe në fund mund t'i shtoni gjalpën dhe pak djathë parmezan gjithmonë sipas shijes tuaj. Kurse sa i përket perimeve, për shembull, po të kisha pas sot një kungullesh, do t'ja shtoja, sepse përshtatet shumë, por nuk po ata, kështu që nuk po i shtoj. Kungullesh, karot, ndonjë deg selino, çfarë do që t'keni, kështu që qep sot jo, vetëm hudhër. Grimcoj hudrën. Pak temperaturës. Shikoni mishi sa mirë, domethënë ena ka qenë ngrohur më parë dhe nuk e ka liru as edhe një pik ujë, kështu që mishi do t'jetë i butë, ashtu si domethënë është izolu mirë dhe nuk i ka humbë lëngjet. Këtu është shumë e rëndësishme në çdo proces që mos t'i humbet lëngjet, se pastaj bëhet i fortë. Dhe pas ngrënje, bëhet si sa këllë. Kështu që shtoj piperin, kripën, vetëm kujdes me kripën sepse orizi përmban pak. Mishi është gati, domethënë është pjekur aq sa duhet, tash vetëm do t'ja shtoj orizin. Dhe pak ujë. Ujë të bluar gjithmonë.
vaj drek, më pak se 5 minuta dreka bëhet gati. Në fund pak majdanos sipër dhe gjithçka është gati. Takohemi sërish nesër me recetën e radhës në po të njëjtën kohë. Të linda!